Sot kam një lajm shumë të trisht për gjithë Shqipërinë. Sot na ka bërë gjëmën më të madhe kryeministri shqiptar. Gjëmën ose një histori që nuk është shkruar asnjëherë në librat tonë. Na ka bërë gjëmën diçka që nuk na ka bërë turku, as gjermani, as italiani, po e bën Edi Rama. Po na krijon shtet brenda shtetit. Diçka që as një kom tjetër në të gjithë botën këtë nuk e ka lejuar, as nuk e lejon. Do na mohoj kombin ton, do na mohoj flamurin dhe mbiemrin ton. Kjo gjë nuk ka të bëjë me fen. Kjo gjë ka shumë gjëra të errta mbrapa krijimit të shtetit brenda shtetit. Gjëja më e errët është varrezat tona me emrat shqip do mundohen të na i bëjnë me shkronja ose alfabetet të ndryshme. Kjo gjë nuk duhet lejuar. Gjëja e parë që ne kërkojmë si kom, ne të jemi shqiptar. Ne jemi Gjaki Liriani, ne nuk jemi Gjaki Përzier. Që një